Osmani ndoshta si akter më të fortë, megjithatë profesori përmendi edhe nismë socialdemokrate që këtë herë i futet garës. Sigurisht, unë thash për pozicionimin e 3 bloqe dhe ndërtimi i koalicioneve që nuk e lën asnjë votë jashtë këtyre koalicioneve, duke synu maksimalizimin e votës, kish me prodhu një rezultat krejt tjetër nga ajo që kemi parë deri tash. Sa i përket Vjosa Osmanit, unë po e them prap, Vjosa Osmani me gjithë mospajtimet, e kum thonë edhe njëherë tjetër, personale që i kam për politikën e saj të brendshme që ka ndjek si presidente. E ka pas një qasje shumë të suksesshme politike në arenën ndërkombëtare. Dhe ka një mbështetje ndërkombëtare të kogja të madhe, në krahasim edhe me vetë kryeministrin, apo edhe me lider të tjerë. Ka shumë rëndësi Vjosa se si përfshihet, a përfshihet si një listë e re brenda LDK-s, apo kthehet prapë në LDK, dhe çfarë modalitete lidhe demokratike edhe Vjosa gjejnë për përfshirjen e saj, sepse edhe këtu është një betejë e re, apo mirëpritet Vjosa Osmani të rikthehet në LDK pas gjithë asaj atij rrugtimi problematik me LDK-n edhe prishjen e saj. Dhe përçarjeve realisht janë brenda LDK-s pastaj. A ka LDK një strategji për rikthimin e të gjithë ish anëtarëve të saj brenda strukturave veta? Dhe a ka një vizion për përfshirjen, për shembull, është fol këtyre ditëve përfshirjen edhe të Aleancës për Radhëmërinë e Kosovës brenda listës së saj, që kishte qenë shumë interesant, sepse siç e dim, Aleanca ka një vozë stabile. Ka më shumë gjasa për Aleancën, të shkojë tek PDK-ja apo të përfshihet ashtu siç po thoni ju në listën e Sa unë kam lexu, edhe të PDK-ja dhe të LDK-ja nuk është e mirë pritur Aleanca. Edhe për shkak të qasjes së Zotit Haradinaj, i cili jo rrallë ka ditë të jetë mbi palët, të jetë një lloj gentlemani në bashkëpunime. E vetmi subjekt që ka tregu pa aftësi bashkëpunimi apo përfshirje të grupeve të sektorëve është lëvizja vendosë, domosdoshmë shumica e njerëzve të cilët kanë pas një relacion me lëvizjen vendosë, qoftë individual, qoftë grupor, qoftë partijak, janë do të pakënaqur dhe janë do të besthyer. Dhe në këtë aspekt mendoj që gradualisht ai kapitali i një subjekti të ri, një subjekti që don me bën ndryshime, është duke u shtjerr edhe për lëvizjen vendosë. Dhe mendoj që paniku i Zotit Kurti apo një lloj nervozizmi këtyre ditëve të fundit është pikërisht për shkak se ai është duke kuptuar që ke qeverisja e tij, korrupsioni i madh, nepotizmi i madh, janë të gjitha kauza të cilat tashmë janë të vdekura për lëvizjen vendosë. E vetmja kauzë momentalisht që po e mban është kjo një lloj ballafaqimi me Serbinë, mirë po edhe në këtë aspekt nuk është që ka treguar një rezultat. Siç e di, marrëveshja e Orit ka qenë, aneks marrëveshja e Orit ka qenë një marrëveshje shumë problematike që prapë qet në dezavantazh lëvizjen vendosë. Mirë po, mendoj që kushdo që të merr pas datës së zgjedhjes, pas 7 qershorit, nëse e kemi si datë finale, kushdo që e merr është shumë e rëndësishme ti orientoj politika në 2 drejtime, në rikthimin e relacioneve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në kthimin e besimit në politikë dhe në demokracinë në Kosovë, sepse Kosova ose liria e Kosovës, shteti i Kosovës ka kuptim vetëm si një shtet demokratik i cili shërben të gjithë qytetarëve të Kosovës pa dallim, po jo si një shtet që shtyp një palë dhe e favorizon një palë tjetër. E qartë. Profesor, a pritet që njerëz të guxos t'i bashkohen Osmanit? Në plan të